Çmimi I karburanteve në Shqipëri lidhet ngushtë me zhvillimet në tregjen ndërkombëtare të naftës së përpunuar përveç benchmarkut global që është nafta Brent e Londrës. Një nga treguesit më të përdorur në Europë për gazolin është kontrata London Gasoil, e cila tregtohet në bursën Intercontinental Exchange në Londër, dhe gjithashtu platforma profesionale me pagesë plats. Ky tregues shërben si pikë referencë për tregtarët dhe importuesit e karburanteve në shumë vende europiane, duke përfshirë edhe vendin tonë, pasi pasqyron çmimin ndërkombëtar të naftës që përdoret për furnizimin e tregjeve. Sipas të dhënave të fundit të tregje ndërkombëtare, kontrata London Gasoil është rritur në rreth $1153 për tonë, një shtrenjtim prej $77 për tonë ose rreth 7.1% brenda ditës. Përpara se të fillonin sulmet mbi Iran, kjo kontratë tregtohej në rreth $730 për tonë. Pra në harkun e një jave, nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me rreth $420 për tonë. Ky është niveli më I lartë I mesatares 52 javore, çka tregon një presion të fortë në rritjet në tregjet e energjisë. Për të kuptuar se çfarë do thotë kjo për çmimin në Shqipëri, duhet të marrim parasysh se në bursa çmimi shprehet në dollar për tonë, ndërsa në tregun vendas karburanti shitet në lek për litër. Për këtë arsye, për të bërë një vlerësim të ndikimit të lëvizjeve në bursë, është e nevojshme të bëhet një përkthim I këtij ndryshimi nga tonë në litra. Në praktik, një ton naftë përkthehet afërsisht në 1170 deri në 1180 litra, dhe kjo lidhet me densinë mesatare të këtij karburanti, e cila është rreth 0.84 deri në 0.85 kg për litër. Një faktor tjetër rëndësishëm është edhe kursi I këmbimit, pra çmimi në bursë shprehet në dollar, ndërsa në Shqipëri karburanti paguhet në lek. Për ilustrim, mund të marrim një kurs orientues prej rreth 82.8 lek për $1, I cili ndihmon për të kuptuar ndikimin e përafërt të lëvizjeve në tregje ndërkombëtare. Nëse përdoret kjo metodë për rritjen vetëm ditën e premte në bursë, rezulton se rritja prej $77 për tonë përkthehet në afërsisht 5 deri në 6 lek për litër rritje në koston bazë të karburantit. Kur mbi këtë shumë, llogaritet edhe tatimi mbi vlerën e shtuar prej 20%, efekti në çmimin final mund të arrijë në rreth 6 deri në 7 lek për litër, nëse ndryshimi në bursë kalon plotësisht te konsumatori. Megjithatë, në strukturën e çmimit të karburantit në Shqipëri përfshihen edhe taksa fikse për litër si akciza, taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit, të cilat përbëjnë një pjesë rëndësishme të çmimit final.